Jemi gati? Para juve, por edhe para qytetarëve tanë, të paraqesim një rast eklatant korruptiv, e që është rasti I rezervave shtetërore. Po flasim për një rast të rënd, të dokumentuar tani më në aktakuzën e prokurorisë speciale, që ndërlidhet me rezervat strategjike të shtetit të Republikës së Kosovës. Ky nuk është një rast thjesht administrativ, ky është një rast që e prek sigurinë kombëtare, financat publike dhe integritetin institucional të shtetit tonë. Të gjitha faktet që unë dhe Berati sot do të paraqesim para juve janë ekskluzivisht fakte të marra nga aktakuza e cila tani më është publike. Po filloj me të gjitha shkeljet me radhë dhe faktet që I kemi në këtë aktakuzë. E para është dëmi financiar që I shkaktuar buxhetit të Republikës sonë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka theksuar përmes aktakuzës se në këtë rast është shkaktuar dëm prej rreth 3 milion eurove ndaj buxhetit të Kosovës. Dhe ky dëm përfshin rritjen artificiale të çmimit të grurit, rreth 200 euro mbi çmimin e tregut në atë kohë, sasi të padorëzuara të mallit të blerë që është kryesisht vaj dhe sheqer, kontrata të palegjshme të transportit të këtyre mallrave që e tejkalojnë kontratën origjinale dhe pagesa 100% në avans e që është krejtësisht në kundërshtim me të gjitha ligjet e vendit, por edhe të gjitha praktikat e deritanishme. Shkelja e dytë e madhe. Kemi të bëjmë me favorizim të kompanive. Kemi të bëjmë me çmime të fryera, por edhe me procedurë tërësisht të mbyllur që njihet si procedura me negocim. E që në këtë rast është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e prokurimit, por edhe ligjet tjera. Në këtë kontratë të negociuar, që ne e quajmë edhe kontratë sekrete, çmimi I kontraktuar I grurit ishte 483 euro për ton, kurse çmimi real I tregut në atë kohë sipas të dhënave të doganës ishte 290 euro për ton. Pra diferenca apo dallimi në çmim diku rreth 193 euro për ton, e ku dëmi total I shkaktuar ndaj buxhetit të vendit e taksave të qytetarëve tonë është rreth 2 milion euro në tërësi, vetëm nga ky element I kontratës. Në kontratë gjithashtu kemi të bëjmë me kompani të favorizuara, të cilat as nuk I kanë plotësuar kushtet minimale për të ofertuar për këto produkte. Ato kanë qenë njëra prej tyre kompani e ndërtimit, por normalisht të lidhura ngushtë me njërin nga të pandehurit me emrin Ridvan Muharremi. Këto kompani të favorizuara janë Yafe Tourism, njëra e Turqisë, dhe Xanto SP Zoo e Polonisë. Ndërsa në këtë rast, operatorët vendor janë eliminuar nga gara, pavarësisht plotësimit të kushteve dhe ofertës më të favorshme ekonomike. Të gjitha këto theksohen në aktakuzën që është tashmë publike. Një tjetër fakt eklatant korruptiv që theksohet në aktakuzë është që kemi të bëjmë me mallra të padorëzuara. Pra përveç kontratës me çmime të larta e korruptive, kemi edhe mallra të cilat nuk kanë arrit asnjëherë në vendin tonë. Rreth 60 ton grur mungoi në tërësi e të paguara në avans. 276.000 euro vlerë në vaj dhe sheqer nuk janë dorëzuar fare, pra nuk kanë arritur kurrë në vendin tonë. 672.000 euro transport I paguar në kundërshtim me kontratën. Pra përtej kontratës, edhe pse është paguar një herë përmes çmimit të kontraktuar, është pagu 2 fish për transportin, pra është pagu shtesë. Fakti radhës që dëshirojmë me theksu, e që është I theksuar edhe në aktakuzë, është përfshirja e personave privat në vendimarrjen shtetërore, që është një skandal I papam institucional. Prokuroria thekson se një person privat me emrin Ridvan Muharremi, pa asnjë rol zyrtar në shtetin tonë, ka negociuar këto kontrata, ka zgjedhur operatorët ekonomik, ka marrë dokumente të brendshme institucionale që konsiderohen edhe sekrete shtetërore dhe ato pastaj I ka ndarë
përmes grupeve WhatsApp të krijuara nga vetë ministria në këtë rast. Ky është një nivel i pastër i kapjes së procesit furnizimeve strategjike shtetërore prej personave privat që janë jashtë institucioneve. Dhe normalisht që ky përbën edhe një rrezik të papamët sigurisë kombëtare në vendin tonë. E fundit që dëshiroj me e theksu këtu me ju është që këtu kemi të bëjmë edhe me zbulim të fshehësisë zyrtare në këtë akt akuzë, e që është vepër penale. Prokuroria gjithashtu e thekson në akt akuzë shumë qartë se Rozeta Ajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara kanë zbuluar fshehësi zyrtare shtetërore. Ata i kanë dërguar një personi privat, në këtë rast Ridvan Muharremit, vendodhjen e depove të rezervave shtetërore, planin vjetor të furnizimit të rezervave shtetërore, sasitë e mallrave strategjike që janë rezervat tona shtetërore dhe dokumente tjera konfidenciale për rezervat e shtetit. Të gjitha këto informacione që i përmenda e që sipas ligjit konsiderohen sekrete shtetërore janë nda në mesvete përmes WhatsAppit dhe përmes një emaili zyrtar i cili theksohet në akt akuzë që është ridi.muharremi@gmail.com. Pra një proces i papame, i paprecedent deri më tani përmes WhatsAppit, të cilin e kemi ndëgju edhe në disa raste tjera. Pra ky shtet po na bëhet WhatsApp shtet. Ky është një skandal i paprecedent për një shtet që dëshiron të funksionojë sipas standardeve më të larta të sigurisë, por edhe të qeverisjes së mirë e të transparencës. E mos flasim për një shtet që synon luftën ndaj korrupsionit. Është caktu shërtimi gjyqësor dhe është konfirmuar në bazë të asaj se çka kemi pa në akt akuzë që ka provat plota të vërtetimit të veprës penale për të cilën akuzohen të pandehurit. Çka janë disa përfundime ose konkluza natyrës politike në raport me këtë rast? E para, kjo tregon një dështim të plot të tërë zinxhirit institucional. Mos harrojmë domethënë që komplet bara e furnizimit me rezerva shtetërore, dhe ta sharojmë edhe për publikun, rezervat shtetërore janë elementi kryesor i përfshirjes së shtetit në sigurinë tonë, është pjesë e sigurisë kombëtare. Pra një shtet që nuk ka rezerva shtetërore e ka të cënuar me sigurinë kombëtare. Dhe çka kemi bë ne, çka ka bë kjo qeveri, komplet zinxhirin dhe sistemin e rezervave shtetërore e ka transferuar tek një person privat. Pra kemi dështim të plotë të zinxhirit institucional dhe me këtë rast edhe cënim të elementit të sigurisë kombëtare. E dyta, që është shumë e rëndësishme, e tregon qartë, e tregon natyrën e keq qeverisjes dhe korrupsionit të qeverisë në largim të qeverisë Kurti. Nuk është çështja e vlerës, sa është çështja e natyrës kriminale të marrjes së vendimeve në këtë qeveri. Jo vetëm në këtë akt akuzë që kemi pa grupin e WhatsAppit, e kemi pa edhe në një rast tjetër. Të ndër transition për energjinë, të ndër të rëndësishëm për sigurinë energjetike të vendit, janë jep në grupe WhatsApp, ku ka qenë i përfshim në grup vetë kryeministri Kurti dhe vetë nivelet më të larta të qeverisjes. Pastaj këtu kemi viktima, kemi dame kolaterale, po ja që është shumë e rëndësi, mendësia është në krye, mendësia është tek kryeministri në largim Kurti, i cili ka leju, ka qenë informuar dhe ka qenë në dieni dhe ka lehtësu këtë formë të marrjes së vendimeve. Prapë përsëris, kjo vërtetohet për shkak se nisjen, lehtësimin, buxhetimin, autorizimin e avancave, pagesave, gjitha këto kanë qenë të mundësuar me një vendim të nënshkruar nga kryeministri Kurti në atë kohë, i cili e ka krijuar terrenin e përshtatshëm që pastaj tërë ky proces mu bartë tek një person privat dhe tek kompani të dyshimta që asnjëherë jo që nuk i kanë sjell ato për të cilat kanë qenë të pagume, po për më shumë edhe ato që i kanë sjell me çmime shumë të larta. Mungesa plotë e llogaridhënies.
kryeministri ka ikë, po është e nalt, nuk është paraqitur si dëshmitar. Tani këtu në akt akuz figuron si dëshmitar, do duhet të ishte si akuzum, sipas vlerësimit tonë, për shkak se ka përgjegjësi penale dhe politike në këtë rast. Dhe për më shumë nëse e mbani mend, se ndonjëherë po harrojmë gjërat shpejt, nëse e mbani mend, në komisionet parlamentare ka qenë një sag e dështimeve të komisionit parlamentar që e ka votuar dhe lëvizja vetëvendosje. Dhe pastaj e njëjtin komision e ka penguar. Dhe tash po na del para, si më thon, vetës arsyeja pse pas ka sabotu. Shpesh edhe në farlloj forme fizike të sabotimit, jo vetëm procedurale, që të mos bëhen këto komisione që kanë pas për qëllim me zbarë të vërtetën për këtë skandal korruptiv. Ajo që është me rëndësi të theksohet është që një qeveri, sidomos një qeveri që ka paraqit ose ka proklamu standarde të larta të qeverisjes, llogaridhënies, sundimit ligjit, luftimit korrupsionit, sot na del domethënë që është në rrugë komplet në një qeverisje korruptive që nuk jep llogari dhe normalisht që nuk mund të kërkoj as moral, as integritet, as standarde të larta kur ka leju domethënë skema të tilla kriminale dhe jo vetëm që kanë qunë përfitime personale, po e kanë rrezikuar edhe vetë sigurinë kombëtare të vendit edhe të rezervave strategjike në këtë rast. Kjo qeveri në largim e ka për detyrë me e përgjigjet plot, qartë dhe drejt për drejt, këto ditë po ikin gjithë, edhe nuk po shfaqen askund. Kemi pa kur është publikuar rasti vetë kryeministri në atë kohë i ka pas dhënë mbrojtje aktorëve, gjithë aktorëve, dhe tash nuk po shfaqet askund, ka ikë, nuk është paraqitur as dëshmitar dhe eksponent e lëvizjes vetëvendosje, siç e thash, kanë ikë edhe nga komisioni parlamentar. Po e kanë borxh para publikut, t'japin përgjigje, kanë përgjegjësi politike dhe sigurisht para organeve të rendit dhe të ligjit kanë edhe përgjegjësinë juridike që t'i sharojnë gjitha çështjet. Cilat janë kërkesat e lidhjes demokratike të Kosovës në këtë rast? Pra, po vazhdoj prej të fundit, pra një transparencë. Publiku e meriton një transparencë plot të qeverisë në detyrë, në raport me këtë rast. Përgjegjësi plot politike, pra nuk mund ta shkusim rastin nga përgjegjësia politike dhe potencialisht edhe penale e kryeministrit në detyrë. Rastet si kë i kemi edhe në sektor të tjerë. Janë spaku 3 shtylla ku kemi raste të ngjashme. Sektori i energjisë, ku ka akt akuz ndaj ish drejtorit të korporatës energjetike, po mos ta harrojmë edhe përfshirjen e ambasadorit në Sloveni, në skemen e importeve të energjisë, dhe së fundmi edhe hetimet për importet të shtrejta të energjisë elektrike. Tenderat e shumë sekret, më thonë, ka qenë e dëshmume, edhe jo e mohume në fakt, nga ish qeveritarët, që natyra kryesore e shpërndarjes së publik, paras publike nga natyre ka qenë përmes tenderve sekret. Ne presim rezultatet e hetimeve, sigurisht edhe akt akuz, padesh me parajgjyku rezultatin e hetimeve, edhe për këtë pjesën e tenderve të shumë sekret. Edhe ajo që është e fundit, për cilën faktikisht, po edhe për cilat Lidhja Demokratike e Kosovës ka deponu kallëzime penale, janë vendimet e qeverisë në detyrë dhe ministrave në detyrë. Dhe më thonë, edhe pas betimit në detyrën e deputetit, të njëjtit kanë marrë vendime, rasti fundit ka qenë edhe shpërndarja e paras publike, para zgjedhjeve, para rundit e ballotazhit, po edhe para vetë fillimit të procesit të zgjedhjeve lokale. Nga prokuroria speciale na është kërku të kemi
dëshmi shtesë. Dëshmi më e madhe se sa vendimi i gjykatës supreme, në këtë rast nuk kemi, domethënë, është e qartë, evidente që ka shkelje ligjore, ka përgjegjësi penale dhe ka shkelje kushtetuese në vendimarrjen që e ka të kalu limitet me cilat një qeveri në detyrë mund të veprojë. Në fund, qeveria udhëhequr nga Lida Demokratike e Kosovës, pas ciklit tashëm zgjedhor, nga kryeministri Lumir Abdi Xhiku, do të kujdeset që të krijohen kushtet ligjore dhe politike për hetim të thellë të gjitha këtyre rasteve, në mënyrë të pavarur, me respektim të plotë të ligjeve dhe kushtetutës së vendit. Dhe normalisht këtë llogaridhënie të plotë politike dhe ligjore për gjithë ata që janë përfshirë nga nivelet e larta politike e poshtë në këto raste, në këto procese. Pra të nderuara media dhe të dashur qytetarë, këtu kemi të bëjmë me paranë publike, këtu kemi të bëjmë me mendësinë kriminale të qeverisë, këtu kemi të bëjmë me cenimin e sigurisë kombëtare dhe të qytetarëve të vendit, dhe me cenimin e standardeve cilat ne duhet të synojmë si shtet, në mënyrë që në të ardhmen të jemi pjesë e familjes evropiane. Republika e Kosovës nuk mund të tolerojë praktika të tilla, prandaj presim veprime konkrete, ligjore dhe pastaj edhe politike që një formë e tillë e keq menaxhimit të parasë publike dhe një formë e tillë e qeverisjes me metoda kriminale të vjen fundi në këtë vend.